Mirë se ardhja në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Pali dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të parë të gjitha zhvillimet. Ndalemi me njëherë tek informacioni më i fundit. Parlamenti ka miratuar dekretet e presidentit Bajram Begaj për ndryshimet në qeveri. Vetëm një ditë më parë, kreu i shtetit ka dekretuar zëvendës kryeministrin dhe 6 ministrat e rinj propozuar nga shefi i qeverisë. Lidhemi me kolegen Greta Bullari. Greta, u miratuan dekretet e presidentit Begaj për ndryshimet në qeveri, çfarë ndodhi deri më tani në seancë? Kasandra, parlamenti votoi pak çaste më parë lirimet nga detyra por dhe emërimet e reja të propozuara nga kryeministri Edi Rama dhe të dekretuara gjatë ditës së djeshme nga presidenti i Republikës Bajram Begaj. Kështu për sa i përket lirimit nga detyra të Belinda Ballukut, parlamenti votoi me 85 vota pro, 0 kundër dhe 0 abstenim, ndërkohë që sa i përket shkarkimit të Elisas Piropalit nga posti i ministres për Evropën dhe punët e jashtme, Kuventi votoi me 83 vota pro dhe 2 kundër. Votat kundër në tabel ishin pikërisht të zotit Sali Berisha dhe të Jozefina Topallit, ndërkohë që lirimi nga detyra i Piro Vëngut u votua me 81 vota pro dhe 0 kundër, 0 abstenim. Po ashtu edhe lirimi nga detyra e ministrit të brendshëm e Besfort Lamallarit u votua me 83 vota pro, ndërsa lirimi nga detyra i Toni Gogut sa i përket postit të ministrit të shtetit për marrëdhënien me parlamentin u votua me 82 vota pro. Ndërkohë që sa i përket emërimeve të reja, duhet thënë që Ferit Hoxha mori 83 vota të parlamentit për të qenë ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Besfort Lamallari u votua në parlament me 83 vota pro dhe 4 kundër, Ermal Nufi mori 83 vota pro dhe 6 kundër, ndërsa Toni Gogu mori 83 vota pro dhe 5 kundër. Enea Karakaçi mori 83 vota pro dhe 6 kundër për të drejtuar Ministrinë e Infrastrukturës, ndërsa Eriona Ismaili 82 vota pro dhe 4 kundër për të drejtuar Ministrinë e Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Duhet theksuar në fakt që përtej thirrjeve edhe nga ndërkombëtarët gjatë procesit të votimit të ndryshimeve të kabinetit qeveritar, Partia Demokratike nuk bëri ndryshe edhe se sa nga votimin i paraardhës, pra ai i shtatorit, duke qëndruar në këmbë apo edhe duke bllokuar foltoren. Qartë. Mirë, të falenderoj Greta për këtë raportim të drejtë për drejtë. Një pikë e këmbimit valutor ka rënë pre e grabitjes. Mëngjesin e sotëm biznesi ndodhej brenda një qendre tregtare këtu në kryeqytet, ndërsa autori ende i pa identifikuar në kërcënimin e armës ka marrë një sasi parash dhe është larguar. Lidhemi për të mësuar më tepër se çfarë ka ndodhur me kolegen Blona Prengzaj. Blona, cilat janë të dhënat e deri tanishme që kemi nga kjo ngjarje? Një pikë këmbimi valutor është grabitur këtë të premte në orët e para të kësaj të premtje. Në orën 9:10 përkatësisht, një person i pa identifikuar ende në rrugën 5 Maj është futur brenda ambienteve të një qendre tregtare dhe ka arritur që të marrë një shumë parash me nën kërcënimin e asaj që duket të jetë armë zjarri pistolet dhe ka marrë një shumë parash nga pika e këmbimit valutor. Në fakt, ne kemi arritur të sigurojmë edhe videon e momentit ku autori merr shumën e parave nga kjo pikë këmbimi valutor. Ky fundit shfaqet i veshur me një lek të zi dhe me kapuç për arsye që të mos duket nga kamerat e sigurisë edhe pamja e tij për ta bërë në fakt edhe më të vështirë për grupin hetimor për ta identifikuar. Është afruar komplet i qetë brenda ambienteve të qendrës tregtare, në katin e parë aty ku ndodhet edhe qendra e këmbimit valutor. Ky i fundit është afruar në kërcënimin e armës, ka arritur që të marrë edhe një shumë parash. Pas grabitjes është larguar me shpejtësi nga ambientet e qendrës tregtare dhe më pas, sipas informacioneve, dyshohet që të ketë përdorur një motor për t'u larguar në rrugicat e 5 Majit dhe për të humbur gjurmët e policisë. Sipas informacioneve që kemi marrë deri në këtë moment nga policia, dyshohet që shuma e grabitur të jetë 1.200.000 lekë të vjetra, ndonse mbetet edhe për t'u konfirmuar plotësisht nëse kjo është shuma e plot që autori i grabitjes
s'ka arritur që të marrë. Në fakt, menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë kanë bërritur në vendin e ngjarjes, ndërkohë janë ngritur edhe disa pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e këtij fundit. Janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë brenda në qendrën tregtare për të parë nëse në ndonjë moment ky i fundit kamerat e sigurisë kanë kapur fytyrën e këtij fundit dhe për ta identifikuar atë, por edhe po kontrollohen kamerat e sigurisë në zonë nga ana e efektivëve policisë për të parë edhe lëvizjet që autori ka bërë para se të futej në qendrën tregtare, por edhe pasi ka grabitur pikën e këmbimit valutor. Mirë, Blona, faleminderit që ndave këto detaje. Një 37 vjeçar në Vlorë i shpallur në kërkim është vënë në pranga nga ana e policisë. Bedar Aliu kërkohej për zjarrin e vendosur ndaj një mobilerie në lagjen 28 nëntori. Në 13 janar gjykata e Vlorës kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për Balliu. Në pamjet e kamerave të sigurisë që i përkasin muajt nëntor të 2025-s shihet teksa 37 vjeçari i afrohet mobilerisë, thyen xhamin e derës me çekiç, zbraz një shishe me benzin dhe i vë flakën katit të parë. Më pas ai largohet me shpejtësi nga vendngjarja, flakët u vënë re nga një fëmijë i cili njoftoi menjëherë pronarin e biznesit. Ky fundit tha asaj kohe se nuk kishte konflikt, ndërsa dëmet materiale arrin në vlerën e 3 milion lekëve. 17 banesa të cilat u prekën nga përmbytjet e muajit janar në Novosel do të dëmshpërblehen sipas autoriteteve vendore. Fondi i parashikuar për dëmshpërblimin e familjeve të prekura arrin në rreth 4.5 milion lekë. Pjesa më e madhe e dëmeve lidhet me orendit shtëpiake, ndërsa vetëm në 3 banesa kanë postuar dëmtime të lehta në strukturë. Procesi i përllogaritjes së dëmeve tashmë ka përfunduar dhe pritet miratimi i fondit nga ana e institucioneve përkatëse. Ka qenë edhe kryetari i Këshillit të Qarkut të Vlorës, Servis Moçka, i cili ka theksuar se pas evidentimit të dëmeve nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë, përllogaritja e tyre kryhet nga Qarku dhe më pas dosja i kalon për miratim Këshillit Bashkiak. Kemi për të tjera të dhëna direkt nga Vlora kolegun Elton Nika. Elton, të përshëndes, tashmë e kemi një fond prej 4.5 milion lekësh që do të jetë në dispozicion të prekurve nga përmbytjet e muajit janar. Çfarë dihet deri më tani dhe kur pritet që këto para të përfundojnë tek të prekurit? Në fakt është, siç e thatë dhe ju, kemi një fond prej 4.5 milion lekësh, e cila do të shpërndahet për gjithë ato familje të cilat u prekën nga përmbytjet e muajit janar nga dalja e shtratit e lumit Vios. Janë 17 banesa, nga të cilat 6 në fshatin Bishan dhe 11 të tjera janë në Novosel. Përllogaritja e dëmeve është bërë nga emergjencat civile të Bashkisë së Vlorës, më pas i ka kaluar Këshilli i Qarkut, i cili bën edhe përllogaritjen financiare dhe pritet që t'i kalojë për miratim Këshillit të Bashkisë së Vlorës dhe më pas ky fond të shpërndahet të gjitha familjet, duke pritur që brenda muajit mars, pra me mbledhjen e radhës së Këshillit të Bashkisë, të miratohet pra dhe fondi apo të merret e vota qytetarëve dhe më pas lekët të kalojnë gjitha familjet e cilat u prekën nga përmbytjet e muajit janar në zonën e Novoselës. Siç e thash, janë 17 familje, 6 në fshatin Bishan dhe 11 në Novosel. Ajo që është evidentuar nga dëmet ka të bëjë kryesisht me dëmet të cilat janë shkaktuar në orendi në gjitha këto banesat, në përjashtim të 3 banesave të cilat kanë dëmet të vogla në strukturë, po jo problematika të mëdha. Normalisht me njërë mbas përmirësimit të situatës, kanë qenë emergjencat civile cilat kanë dalë në teren dhe kanë bërë evidentime gjitha dëmeve në teren në ato zonat cilat ishin edhe më shumë të prekura nga dalja nga shtrati e lumit të Vios, dhe tani, siç ka theksuar edhe kryetari i Këshillit të Qarkut, nga specialistët e këtij institucioni, është bërë përllogaritja në vlerën financiare. Normalisht do të ketë një fond të konsiderueshëm i cili është tashmë gati për gjitha këto familje, është fondi i cili do të përballohet nga Bashkia e Vlorës, pasi Bashkia e Vlorës nga ato bashki të cilat ka fond për emergjencat civile, siç është edhe në rastin në fjalë pikërisht për përmbytjet e shkaktuara në zonën e Novoselës.
Media dhe Kassandra, ndjekim edhe një pjesë të intervistës së kryetarit të qarkut të Vlorës, zoti Ervis Mosh, ka referuar pikërisht gjithë punës së bërë deri në këtë momente për llogaritjen e këtyre dëmave në Novosel. E ndjek. Na kanë ardhur rreth datës 20, rreth 17 dosje të familjeve të dëmtuara nga këto përmbytje. Specialistët e qarkut pas evidentimit dhe procesë verbale kanë bërë gjithë vlerësimin dhe ditën e sotshme janë duke u përcjell pranë Bashkisë Vlorë, e cila do t'i kalojë pastaj me anë të Këshillit Bashkiak edhe për dëmshpërblime. Janë, siç u thash, 17 familje, janë 6 në Bishan, në fshatin Bishan dhe 11 në fshatin Novosel. Ka përfunduar gjithë procedura e rivlerësimit, ku fillohet nga një vlerë minimale për një familje diku te 450.000 lek flas me të vjetra, deri në një vlerë maksimale ku ka familje te 4 milion lek flas gjithmonë lek të vjetra, pra 400.000 lek të reja. Vlera totale e gjithë dëmshpërblimeve është 4.5 milion të reja, që do të thotë 45 milion lek të vjetra. Dosjet tashme janë gati dhe procedura pritet të përcillet apo ta bëj gati administrata e Bashkisë Vlorë për ta përcjellur në Këshillin Bashkiak me qëllim dhe likuidimin e këtyre dëmtimeve. Ka patur dëmtime në banesa së shumti në orendi. Pra dëmtime jo që kanë nxjerr banesën apo kanë kryer dëmtime në mure apo në strukturë të banesës, por vetëm në orendi shtëpiake dhe vetëm një banesë ka pasur edhe 3 banesa, ka pasur edhe dëmtime në dyert e brendshme të tyre. Ndërkohë gjithë pjesa tjetër është thjesht orendi shtëpiake, aty ku ka hyrë ujë. Janë përcjell dosjet, pra janë përcjell ditën e sotshme, janë postuar dhe pritet të mbërrinë në Bashkinë e Vlorës, mjafton të përgatitet projekt vendimi dhe një relacion, ku nuk ka nevojë për ndryshime në buxhet pasi Bashkia e Vlorës disponon një fond për dëmshpërblimet, kështu që mjafton pastaj një miratim nga ana e Këshillit Bashkiak. Pra, Elton, si kundër konfirmohet edhe nga kryetari i Këshillit të qarkut të Vlorës, kemi të bëjmë më së shumti me dëmtime në orendi shtëpiake dhe jo në strukturat e këtyre banesave, apo jo? Kjo është e vërtet, dëmet janë kryesisht në orendi shtëpiake, që ka thotë që nuk janë dëmet të konsiderueshme, pasi nëse do të kishin dëme në strukturat edhe fondi që do të përcaktojë për dëmshpërblimet, natyrisht do të ishte edhe më i madh. Fatmirësisht, pavarësisht daljes nga shtrati apo problematikave të regjistruara gjatë muajit janar, dëmet e shkaktuara nga banesa janë vetëm në orendi shtëpiake. Ndaj edhe është bërë për llogaritje atyre dhe siç e tha edhe kryetari i Këshillit të qarkut, vlera është në 4.5 milion lek të reja ose 45 milion lek të vjetra për të zvendësuar gjithë ato orendi të cilat janë dëmtuar në fshatrat Bishan dhe Novosel, të cilët kanë qenë edhe zonat më të prekura për sa i përket daljes nga shtrati të lumit Vjos, në atë situatë që vazhdoi prej gati një jave gjatë muajit janar në këto zona. E kuptoj. Mirë, Elton, unë të falenderoj për gjitha detajet që ndave në këtë raportim të drejt për drejt. Do ndalemi tani në Fier, ku vijon aksioni për lirimin e hapësirave publike të zaptuara prej vitesh nga ndërtime dhe rrethime të palishme. Lidhemi direkt nga Fieri me kolegen Valbona Davidi. Valbona, të përshëndes, si po vijon konkretisht në Fier ky aksion për të liruar hapësirat publike nga zaptimet dhe ku është përqendruar në këto momente që flasim ndërhyrja për të liruar ato? Kassandra, bëhet fjalë për një aksion i cili nisi rreth 3 muaj më parë, një aksion i cili u duk se do të ishte një aksion rutinë si kundër ka ndodhur në fakt vitet e fundit për lirimin e hapësirave publike nga zaptime të parëndësishme krahasuar me ato për të cilat po flasim, pra krahasuar me ato për të cilat po investohet një grup i madh pune i Bashkisë së Fierit së bashku me Policinë Bashkiake, me Inspektoriatin Ndërtimor, edhe në mbështetje nga Policia e Rendit. Bëhet fjalë për rrethime, garazhe apo edhe vend parkime automjetesh, lavazho, të cilat ishin improvizuar në pjesën më të madhe të territorit të qytetit, kryesisht në hapësirën midis pallateve, duke zaptuar hapësirën publike nga një anë, duke privuar banorët nga shfrytëzimi i kësaj hapësire publike, por nga ana tjetër edhe duke u kthyer në një ngërç mjedisor apo duke shkaktuar probleme mjedisore, pasi kishin kaluar dekada dhe këto mjedise ishin kthyer në vend grumbullim të mallrave të ndryshëm apo në vend depozitim
të materialeve të ndryshme nga qytetarët, pra nga disa qytetarë, jo nga të gjithë, sepse duhet kemi parasysh këtu se kemi nga njëra anë zaptuesit, që janë një numër i vogël individësh, dhe nga ana tjetër banorët, të cilët privohen nga hapësira publike dhe që janë një masë e gjerë njerëzish. Duket se situata po zgjidhet me aksionin që nisi 3 muaj më parë, një aksion që duket se këtij problemi i ka hyrë në themel. Që do të thotë, jo vetëm që po krihet në një farë mënyre e gjithë hapësira publike në qytet midis pallateve apo edhe midis shtëpive private, ku ka zaptime të tilla, të quajtura zaptime të parëndësishme, por që në fakt privojnë qytetarët e tjerë nga shfrytëzimi i hapësirës publike, madje në disa raste ka patur dhe bllokim të rrugëve midis pallateve, duke bërë që qytetarët të privohen edhe nga rruga e kalimit për shkak të këtyre zaptimeve. Pra nga njëra anë kemi një ndërhyrje të tillë që duket se do ta çrrënjos të paktën në masën 90% dukurinë e zaptimit të hapësirave publike nga banorët e pallateve apo të shtëpive në qytet. Nga ana tjetër, paralelisht me çlirimin e hapësirës publike, po investohet në secilën prej këtyre lagjeve ku është punuar deri tani, po investohet për t'i kthyer këto hapësira në mjedise shlodhëse dhe argëtuese për banorët e zonave përkatëse. Duhet të themi se deri tani aksioni ka vazhduar në lagjet periferike, pra ka nisur në lagjet periferike për t'u përshëndruar tashmë në qendër. Në këto momente që flasim, është duke u punuar në lagjen Kastriot, aty ku edhe kemi intervistuar banorët e zonës, të cilët tregojnë në një farë mënyre me simbolik konkrete atë që ka ndodhur në të gjithë Fierin, pra atë që zonja në lagjen Kastriot dhe një zotëri, një pensionist gjithashtu në lagjen Kastriot tregon, është pikërisht ajo se çfarë përfaqëson pikërisht atë se çfarë ka ndodhur në qytetin e Fierit me zaptimin e hapësirave publike, mund t'i ndjekim. Dhe kam lënë për të ardhur të tjerët ta shikojnë dhe të veprojnë kryetari. Dhe kryetari i them ka militar të në Gryk do ma heqish apo jo, sa ish litar. Tan ta shikosh ti si gazetare si ashtu do çuditesh atje me te. Nuk bëhet ashtu me qeverinë me atë. Do zbukurojnë lagjen e popullin e tërë tjerë. Më tregu pak si ishte kjo hapësira këtu? Kjo hapësira këtu si ishte? Si kjo ishte me ferra, me dega, me gjera. Po tatë bashkisë mund skrepi. I rrëzoj dhe ka bërë një punë të madhe sa nuk paguhet. Ndo bashkia, ndo ai kujto qoftë, bërë një punë që gardi ishte atje dhe unë e mora. Po merr materialin. Ma materialin nuk për të... Ishte e zaptuar? E zaptuar. Ju nuk mundeshit të rrinit ose të shfrytëzonit si park me disë pallateve, do me thënë? Park pallate zabeta. Po, ndërkohë që tani... Në shi, po më para, kush rrëthos me ta të... Beha ati ma tanë, të kajo, të vena i ato ati, ata ati, të shikoj që andi për brenda. E duka soqja të mbushra, e të shikosh ati brenda në shiti, mua më ka zënë Gryke anë në murit e ka, te murit tim, ka vën lule, ka vën gjera, gjitha i grasia më ka hyrë brenda. Këto ishte një katrauri me një pislek, shqyqyri që falë bashkisë, që ndërhyri, ne jemi shumë të letësuar të që nga kjo. Mirë, Valbona, duket se është pritur pozitivisht kjo ndërhyrje nga ana e strukturave të bashkisë për lirimin e këtyre hapësirave, pasi duhet thënë se fenomeni i zaptimit hapësirave mes pallateve për dekada ka sjellë konflikte mes banorëve. Po, Kasandra, ajo që duhet të theksojmë në këtë rast është se serioziteti me të cilin po është angazhuar Bashkia e Fierit në këtë valë të çlirimit të hapësirave publike, duket se është i tillë sa që do të zgjidhë edhe problemet sociale apo krizat sociale që ka pasur prej dekadash në qytetin e Fierit pikërisht për shkak të zaptimit të hapësirave publike. Sikundër e raportova pak më herët, nga njëra anë janë zaptuesit, që janë një numër i vogël individësh dhe që në pjesën më të madhe konsiderohen të fortët e lagjeve,
duke kërcënuar banorët e tjerë, çka ka ndodhur në fakt prej dekadash, duke i kërcënuar apo duke i terrorizuar banorët e tjerë për të mos kërkuar të drejtën e tyre të hapësirës publike, të lirimit të hapësirës publike. Dhe nga ana tjetër janë pikërisht banorët të cilët kanë duruar, nëse do të shprehemi kështu, këtë situatë të padrejtë, pra kemi një padrejtësi dhe një krizë sociale apo një plagë sociale që ka shkaktuar konflikte diku të heshtura, por diku edhe konflikte që kanë patur karakterin e përleshjeve fizike deri edhe në incidente të rënda për jetën e banorëve. Për këtë arsye ky aksion apo ky projekt i bashkisë, që duket se do të përfshijë të gjithë qytetin tashmë, duke përfunduar edhe në qendër të qytetit, duket se do ta zgjidh këtë të paktën në pjesën më të madhe të rasteve, sepse sikundër dihet janë edhe gjykatat, janë edhe organet ligjzbatuese ato që veprojnë në rastet e konflikteve për hapësirat publike, por të paktën në pjesën më të madhe do të zgjidhet pikërisht fal këtij aksioni. Qartë, mirë, Valbona, faleminderit për raportimin e drejt për drejt. Ne do kemi një shkëputje, do rikthehemi sërish në Shqipëri sot. Autoriteti i konkurencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve me shumicë e pakicë në Shqipëri pas tendencave të lehta arritëse të çmimit të tyre në ditët e fundit. Ky institucion thotë se nuk do tolerojë luhatje të pajustifikuara të çmimeve të shitjes me pakicë për naftën dhe benzinën. Autoriteti i konkurencës thekson se luhatjet e çmimeve në tregun vendas duhet të ndjekin të njëjtin drejtim dhe të jenë proporcionale me ndryshimet e çmimeve në bursë. Autoriteti i konkurencës ka nisur monitorimin e tregut të karburanteve në vend për të shmangur tendencën e rritjes së çmimeve pas shtrenjtimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. Në një reagim zyrtar, autoriteti thekson se nuk do të tolerojë luhatje të pajustifikuara të çmimeve ose në të kundërt kompanitë do të penalizohen. Po ashtu, sipas autoritetit të konkurencës, po monitorohen edhe praktikat e palejuara të koordinimit të çmimeve mes operatorëve, të cilat bien ndesh me logjikën e tregut. Në njoftim thuhet se çdo devijim i pajustifikuar, qoftë edhe rritje më e shpejtë apo më e theksuar se ecuria e çmimeve ndërkombëtare, përbën tregues të mundshëm të sjelljeve jo konkurruese në treg. Të gjitha ndërmarrjet që ushtrojnë veprimtarinë e tregtimit të karburanteve në vend janë vendosur nën monitorim dhe në rast se do të vërehen luhatje të çmimeve që tejkalojnë masën e ndryshimeve në bursat ndërkombëtare, do të ndërmerren masa penalizuese. Luhatjet në çmimin e naftës në vend vijnë pas shtrenjtimit të karburanteve në tregjet ndërkombëtare, ku aktualisht një fuçi naftë po tregtohet me mbi $80. Ishte gjithçka përgatitur për hapësirën informative Shqipëria sot. Të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund ta ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e mesditës në orën 12 do jeni me kolegen Fabiola Hoxha, në bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendje.